që kanë lidhje me ekonominë, që preken nga ekonomia, po që në thelb janë edhe shtrese mesme. Janë qytetarë që punojnë shumë, që bëjnë 2 ose 3 punë, që punojnë në mënyrë të pavarur, që kanë kontrata ndoshta me jashtë ose kontrata këtu në Shqipëri, të cilët shpesh herë në mënyrë të padrejtë përballen edhe me një sistem të padrejtë. Qëllimi nuk është që neve të diskutojmë një program të mirëfillt, po qëllimi është që t'ju dëgjojmë së pari, së dyti diskutojmë se kush mund të jenë disa nga problematikat. Neve na bëri bashk betejë e profesioneve të lira në gjykatën kushtetuese, po përtej kësaj ndajmë edhe shqetësime të tjera në vijim, me marrashin që ka ndjekur këtë çështje bashk me ekipin e jashtëzakonshëm të kontabilistëve dhe të auditorëve ligjor. Ne menduam që ta bëjmë këtë si në një formë diskutimi të hapur për sfidat që ka shtresa juaj, për problematikat që ka, dhe sigurisht ju dëgjojmë se si mund t'i japim neve zgjidhje në të ardhmen disa prej tyre. Unë mendoj që sot ekonominë e çon përpara shtresa mesme, e çon përpara ju. Sot ekonomi nuk e çon përpara as politika, nuk e çon përpara as biznesi madh. Biznesi madh sigurisht që ka llogaritë e tij, biznesi i vogël ka peshën e tij në ekonomi. Sot shtetin e çon përpara mendimi i një shtrese të shkputur nga politika, i një shtrese e cila punon në mënyrë të pavarur, që lufton në mënyrë të pavarur dhe që nuk do asgjë vetëm që ta lënë të punojnë. Dhe për këtë arsye menduam që ta organizojmë si në formë bashkëbisedimi, të diskutojmë për sfidat, po njëkohësisht të diskutojmë edhe për të ardhmen. Në një informacion që kemi përgatitur që ju besoj e keni, është edhe një propozim për paketën fiskale, është edhe një propozim për sa i përket disa nga taksave kryesore, që lidhen jo domosdoshmërisht me punën tuaj, por që lidhen me një propozim për të ardhmen dhe një propozim për atë që ne mendojmë që duhet të jetë një sistem i drejtë ekonomik. Taksa nuk është çdo gjë. Taksa është një mjet, është një mënyrë. I rëndësishëm është sistemi. I rëndësishëm është se si zbatohet ky sistem. E rëndësishme është se sa i drejtë është sistemi dhe çfarë hapësirash lë për abuzim dhe çfarë hapësirash lë për interpretim. Për sa mundësi kemi, unë besoj që është një mënyrë shumë e mirë që politika të bëhet bashkë me aktorë të tjerë jashtë, edhe të vendosë lëvizje mekanizma që ndoshta ndonjëherë vetëm politika nuk i bën dot. Kam shumë besim tek së pari kapaciteti që ka shtresa juaj dhe së dyti tek aftësia që ka shtresa juaj jo vetëm për fushat specifike ku ju punoni, por edhe për mendimin në përgjithësi. Për mua ju jeni njerëz të punës, ju jeni njerëzit që me çdo mënyrë jeni përpjekur që të gjeni një hapësirë, ndoshta nuk e keni gjetur as në bizneset mëdha as në bizneset vogla dhe e keni gjetur në këto sipërmarrje individuale. Nuk dua që të jeti fokusuar diskutimi tek ne, dëshira ime ishte që t'ju dëgjojmë dhe ju, dëshira jon ishte që të bashkëbisedojmë edhe me ju për disa politika fiskale dhe jo vetëm dhe për të ardhmen e këtij sektori. Partia Demokratike ka prezantuar një kod fiskal dhe idenë një kodi fiskal, që do të thotë vendosja e disa rregullave të cilat nuk ndryshojnë në kohë. Se ajo që i mungon sot ekonomisë, unë mendoj është një marrëdhënie dhe një marrëveshje ndërmjet shtetit dhe atyre që paguajnë taksa, qoftë individ dhe qoftë biznese. Një marrëveshje e cila duhet të jetë e vendosur aty ngurë dhe një marrëveshje që duhet zbatuar pavarësisht asaj që ndodh. Sot ekonomia shqiptare vuan nga përjashtimet, vuan nga rregullat speciale, nga ligjet speciale dhe nga përjashtimet që ndodhin rëndom sot me ligjet veçanta. Dhe vendosja një kodi fiskal vendos disa parime shumë të rëndësishme. Rishikimi tërësor i paketës fiskale, rishikimi tërësor i paketës për klimën e biznesit dhe rishikimi tërësor i ligjit të procedurave tatimore me vendosjen dhe vlerësimin e inspektimeve vetëm në ato raste kur ka një risk shumë të lartë. Dhe për mua është shumë e rëndësishme heqja e barrës së shtetit nga shpina
e biznesit dhe sipërmarrjes. Është sistemi i pakicës, është sistemi që ty nuk të lejon që me punën tënde nga mëngjesi në darkë t'ja dalësh. Dhe kam dëgju histori të tilla nga mjekët, nga bizneset e vogla, nga kontabilistët, që përpiqen gjithë ditën dhe nuk ja dalin dot. Ti dole të nxorën nga tregu, se sektori është i përqendruar në pak kompani që marrin të gjitha kontratat koncesionare. Këtë sistem duhet ndryshojmë ne. Edhe unë besoj që nëse ka një shtresë që mund ta ndryshojë është stresa juaj. Nëse ka një shtresë që mund ta shtyj përpara këtë është stresa juaj. Ndjej keqardhje kur dëgjoj që dikush do të largohet, kur shkojmë trokasim dyrë dhe i gjejmë dyrë bosh. Edhe gjithë këtu kemi vendosur që t'i rrisim fëmijët këtu kush ka fëmijë, gjithë kemi vendosur që ta jetojmë jetën këtu dhe ngrem pyetje për të ardhmen edhe të fëmijëve. Ku do jetojnë fëmijët tanë, si do rriten fëmijët tanë. Dhe janë pyetje me të vërtet të drejta. Çka ka nevojë sot ekonomia? Ekonomia sot ka nevojë vetëm për konkurrencë të shëndetshme. Kaq. Po ta lënë që të operoj vetë, po ta lënë që të funksionoj vetë, unë jam e sigurt 100% që gjërat do të vetë rregullohen. Rastësisht një zotëri biznesmen në një lavanderi na tregoi një listë të bizneseve që kishin fituar grante. I kishte mbajtur shënim me dorë dhe po na tregonte eksperiencën e vet personale, kishte aplikuar disa herë me radhë, nuk kishte arritur të fitonte dhe kishte marrë listën që kishin fituar dhe kishte nxjerr nga interneti. E ka bilancin zero për të parën, nuk prodhon në IT për dytën, e me radhë, kishte hyrë gjithë listës, kishte bërë një analizë, neve i bëm një foto dhe unë do t'ja çoj gjithë donatorëve vetë se çka ka ndodhur me aplikimet për grante në këtë rast. Po ky është një shembull normal që ndodh në çdo sektor. Domethënë ka ndodhur ke ndodhja granteve, ndodhi ke fondet e bujqësisë, ndodh në çdo lloj sektori, nuk është një përjashtim nga rregulli, ky është rregulli. Dhe unë besoj që kjo është një gjë shumë e thjeshtë për të rregulluar. Dhe kjo është së pari një çështje vullneti politik dhe së dyti është çështja garës dhe meritokracisë. Nuk ka, besoj, sfidë më të madhe për ju jeni shtresa potenciale për të larguar e para. Dhe çdo shtet duhet bënte maksimumin që këtë shtresën që është potenciale e para për të larguar ta mbante, ta motivonte, ta tërhiqte, ta promovonte. U përmendën nga turi pak më përpara disa përjashtime dhe këto janë përjashtimet që unë mendoj që duhen për kërkim zhvillimi, për punësimin e të rinjve, trajnimin e të rinjve, për të rinj që investojnë në teknologji informacioni der 35 vjeç dhe që mund të jenë edhe përfaqësues diasporës. Unë mendoj që ka disa politika shumë thjeshta që mund të motivohen edhe ta përfshin dhe ta vendosin në punë pikërisht gjithë këtë shtresë. Për nenin 12 unë mendoj që është çështje interpretimi. Dhe besoj që është çështje interpretimi, po ne do ta diskutojmë edhe mbrapa që mos bëhemi specifikun pyeta Marashin, kur është në 12 dhe mua nuk po më vinte në mendje në këtë moment. Është vetëm çështje interpretimi nga ana e Ministrisë së Financave dhe s'kemi kohë fizike tani që të merremi me atë. Patjetër. Për turizmin. Po. Qëndrimi jonë për sa kohë ne kemi kërkuar shfuqizimin gjykatë kushtetuese shumë i qartë për atë dispozit. Ne do me thënë për ne ajo ka qenë një dispozit, bashkë me dispozitat e tjera që u arrit shfuqizoheshin, që ishin tërësisht pa drejta, tërësisht antikushtetuese, dhe besoj duke qenë se kemi pasur këtë qëndrim i cili është publik dhe kemi artikuluar jo vetëm juridikisht dhe teknikisht për sa më takon mua, por edhe politikisht dhe publikisht për sa i takon zonjës Tabaku dhe përfaqësuesve të tjerë të Partisë Demokratike, zonja Tabaku ka qenë më e zëshpja në këtë çështje, sigurisht na takon që në momentin që na jepet mundësia të ta shndërrojmë edhe në një dokument të shkruar që miratohet nga Parlamenti dhe kjo mund të jetë një masë e menjëhershme. Nuk ka ndoshta nevojë për të pritur sa koha që do të dojë kodi fiskal. Dy gjëra përmbyllëse. Së pari për sa i përket kontratave. Unë mendoj që ne kemi nevojë një rregullim sipas standardeve të Bashkimit Evropian për gjitha kontratat mes palëve. Këto janë kontrata mes palëve që sigurisht shteti nuk ndërhyn, po është e nevojshme për dhe kjo lidhet që nga mbrojtja e konsumatorit në sektorin e mikrofinancave, që është një çështje që ne kemi punuar shumë, deri tek kontratat që juve i referohen. Shumë detaje që nuk ja vlen as të diskutojmë këtu, po është një çështje që ne kemi diskutuar mes nesh. Turizmi. Sot, nga të gjitha përjashtimet në turizëm, me 6%, që ti shkon ke një hotel me 5 yje dhe e pi kafen me TVSH-n e ulur, dhe ato nuk paguajnë taksën e ndikimit në infrastrukturë, tatim fitimi dhe shumë të tjera, e disa janë punësuar 550 veta. A e di se sa, do me thënë, gjithë këto përjashtime në taksa kanë vetëm 550 persona të punësuar. As një vlerë të shtuar në ekonomi, absolutisht as një vlerë të shtuar në ekonomi.
sektori i turizmit, nëse do ketë përjashtimet, duhet i ketë patjetër në linjë të gjithë sektorit. Bizneset e vogla të turizmit, dhe këtu i referohem sipërmarrjeve të mesme në fakt, të turizmit duhet patjetër që të kenë të njëjtin regjim, sepse aty është edhe avantazhi konkurrues i Shqipërisë. Unë mbajta shumë shënime për sa i përket produkteve të sportës dhe gjithë elementeve të tjerë, po që mos ta lodhim edhe këtë audiencë me këto, unë besoj që mund t'i diskutojmë edhe bashkë. Për sa i përket taksës biznesit të vogël dhe profesionistëve të lirë, unë mendoj që 1%, jas 5% jo, vetëm duhet jenë brenda sistemit. Këtë e mendoj dhe këtë e gjykoj, po propozimi është që për sa kohë ato janë, është shumë e vështirë që ta ngresh një taks kur është e ulur. Kur është e ulur dhe të propozosh një ngritje, është herezi, ndërkohë që kur është e lartë dhe ke një shkallë më të ulët, unë mendoj që ajo duhet jetë, ato bizneset duhet jenë brenda sistemit. Duhet gjetë një mënyrë që të gjithë ato bizneset jenë brenda sistemit dhe kjo është më e drejtë, edhe në raport me gjithë tjerë dhe në raport me taksa paguesit dhe me profesionet e lira. Pa dashur t'ju marr më shumë kohë. Shumë faleminderit që keni ardhur dhe që ndat disa mendime me ne. Ne jemi këtu për t'ju dëgjuar, jemi këtu edhe një zë për të folur më fort ku juve nuk keni mundësi të flisni dhe shpresojmë mbas 11 majit për t'i zbatuar gjitha si politika ato që kërkon shtresa mesme. Nuk ka gjë më të rëndësishme sot për momentin se shtresa e mesme, për cilën jo vetëm duhet ta ruajmë, po duhet edhe ta shtojmë, ta pasurojmë edhe ta ndihmojmë që